بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahun subhanahu wa taala falenderojmë, po ashtu salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam ja dërgojmë. Elusim Allahun gjithmonë të na mëson të dobishmen, të na mëson hajrin, pastaj të na sjell dobi nga ajo që mësojmë dhe elus Allahun xhelleshanu të na shton ilmin, të na shton diturin. Vëllezër, ja pra gjendemi pranë kopshteve të xhenetit. Jemi në muajin më të mirë, më të dashur, muajin mbretin e muajve, në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala, duke ndjerë me të vërtet një qetësi shpirtërore, një kënaqësi që vallahe një gjë të tillë nuk mund ta gjesh askund, as në pallatet, hotelet, vendet pushimore, ujdhesat më të mira, nuk mundet një gjë e tillë të jetë si këtu në xhami. Aq është ki mexhlis madhështor sa që ekstra janë një grup melekësh që ecin nëpër rrugët e qyteteve, të fshatrave, të vendeve të ndryshme dhe i kërkojnë këto mexhlise, e sa që dikush prej tyre i gjej thret tjerë, thot esni se e gjetëm ato që e kërkojmë. Por sot vëllezër, tema e sotit, ndoshta e keni ndëgjuar gjithherë thon, kjo temë është shumë e rëndësishme. Por arsye se nuk ka në islam diçka që braktiset. Tër islami është me rëndësi, tër islami është dobi, tër islami është ëmbëlsi, tër islami është i vërtet, është kënaqësi, por arsye se është fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe është ajo që Muhamedi alayhis salam na ka përcjellur neve. Vëllezër, do të flas për një çështje shumë me rëndësi që më ka tërheq mu vëmendjen. Pastaj subhanallahu një gjë të tillë e kam gjetur kur kam hulumtu edhe më tej. Do të flas për një cilësi e cila është shumë me rëndësi. Një cilësi thuj apo një kusht që ka të bën me përkushtimin në namaz. E Allahu xhelleshanu në Kur'an thot qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë shpëtuar dhe kanë fituar, thot Allahu, qartë dhe pastër besimtarët. Ato të cilët ju besojnë të gjithave që Allahu xhelleshanu i ka shpallur, të gjitha ato që profeti jon Muhamedi alayhis salam na i ka përcjellur, ka lajmëruar për ato. Këto janë besimtarët. Prandaj Allahu thot zalika al-kitabu la rayba fi. Ky është ai vetmi libër në të cilin fare nuk ka dyshim. Qad aflaha al-mu'minun. Kanë shpëtuar, kanë fituar, thot Allahu, besimtarët. E pastaj Allahu xhelleshanu thot alladhina hum fi salatin khashi'un. Ata të cilët janë të përkushtuar në namazin e tyre e kujtojnë madhërinë, madhnimin e Allahut subhanahu wa taala, që ndrojnë në namaz me trupin, me zemrat e tyre. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu xhelleshanu e ka lidhur fitimin e besimtarve, e ka lidhur shpëtimin e besimtarve, e ka lidhur fitoren e besimtarve me përkushtimin në namaz. Prandaj thot, nuk mund të jetë i shpëtuar, nuk mund të jetë fituar një fitore të qartë dhe të kore sukses, vetëm ai i cili është i përkushtuar në namaz. Edhe pse të gjithë kanë thot sevape, por ato të fituarit, të shpëtuarit, ato të cilët i morën miqdet më të mëdhaja të Allahut, janë vetëm ato të cilët janë të përkushtuar në namaz. Kjo çështje është shumë e rëndësishme vëllezër, ose diçka e trishtueshme. Khushu, frikë respekti, nënshtrimi i plot në namaz, që gjëra më e shtrenjtë të cilën e don Allahu xhelleshanu. Prandaj thot përsëri Ibn Qayyim, a nuk ka turp ai i cili në namazin e tij gjendet vetëm me trup, edhe përpiqet që Allahu xhelleshanu pastaj
t'i dhurone diçka të madhe, diçka me vlerë, kur ki nuk është fare në namaz, as me ndjenjat, as me trupin, as me zemrën, as me mendimet, thot një gjotë të tillë, a do t'ja dhuron të një mbretit, apo do t'ja dhuron të një pushtetarit, ose a do t'ja dhuron të një dikujt I cili është me post apo me famë, nuk do t'ja dhuronte. E thot si guxon që robi Allahu t'jetë në namaz vetëm me trup, mendja e tij, zemra e tij fluturojnë, herë për dinjo, herë për epshe kështu me radhë, dhe pastaj ki nuk turprohet dhe atë don t'ja dhurone Allahut subhanahu wa taala. Kjo çështë është me rëndësi vëllezër shumë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, dhe hadithi është hasan, Ibn al-Mundhiri e ka nxjerr hadithin dhe thot hadithi arrin derexhen hasan nëse I marrim të gjitha mënyrat, zinxhirët e hadithit. Nga Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu thot Muhamedi alayhis salam, awwalu shay'in yurfa'u min hadhihi al-ummati al-khushu'u hatta la tara fiha khashi'an. E para gjë që do të ngritet nga ky ummeti, nga muslimon, ka thonë Muhamedi a.s. Çka do të thote do të ngritet? Nuk ekziston fare. Hiqet. Do të ngelin vetëm lëvizjet, do të ngelin vetëm formalitete. Thot e para gjë që do të largohet prej umetit tim, ka thonë khushu'i, frikë respekti, nënshtrimi në namaz, për kushtimin në namaz, ka thonë Muhamedi a.s. Kjo është gjoja e parë që do të largohet, do të ngritet prej umetit tim. Hatta la tara fiha khashia. Derisa nuk do të gjesh ati khashje, njeri që I frigohet Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe me thonë ti mund shohësh në xhami për lot njerëz të u falë, mund të gjesh në xhami njerëz duke bo sejdë e ruku, por thot khushu, ajo çështja, ëmbëlsira e namazit nuk do të ekzistone tek ato. E ka ngrit Allahu subhanahu wa taala, nuk do të thotë që Allahu xhelleshanhu I ka bë robëve të tire pa drejtësi, por e ka pa Allahu xhelleshanhu se khushuin nëse nuk kërkon vetë robi Allahut, nëse ai nuk arrin që Allahu t'i frigohet në namaz, të tregon frikë, respekt, Allahu xhelleshanu këtë gjërën me vlerë e ka ngrit, e cila është khushu'i. A e dini vëllezër prej duave dhe është mirë me mësu, që Muhamedi a.s. në ruku, a e dini çka ka thonë? Ka thonë pejgamberi a.s. Allahumme, laka raka'tu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azmi, wa asabi. Pejgamberi a.s. në ruku vëllezër e ka bo këtë dua, Allahumme, laka Allahumme bika amantu, or Allah ti të kom besu, wa laka aslamtu, dhe ti thot të jom nënshtru. Pastaj thot pejgamberi a.s. khasha'a laka wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka, për ti or Allah të jom nënshtru, ndëgjimi im, sam'i, shikimi im, wa mukhi edhe truri, wa azmi dhe kockat e mia, wa asabi edhe nervat e mia të gjitha, janë nënshtruar ti. Shiqoni vëllezër pejgamberi a.s. këtë dua, kur e ka bo, kur ka shku në ruku sallallahu alaihi wasallam. Kur e lexojmë surën Mu'minun, vëllezër shiqoni Allahu thot, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ne jena mësu që Allahu gjithmonë mbas namazit, cilën e përmendën në Kur'an, hajde? Aqimus salat, pastaj atu zakat, jepna zakatin. Nëse flasim për kohën e kaluar, alladhina aqamu s-salata wa atau z-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Flet Allah për kohën e kaluar për besimtarët. Për Allah çdo gjë është e krime. Allahu edhe nëse flet Kur'an për kohën e kaluar, tek Allahu çdo gjë ka përfundu. Por ne nuk e dim çka vjen. Aja thot Allahu në Kur'an, ata të cilët e falin namazin, e kanë fal namazin dhe e kanë dhënë zakatin, e ka ofruar këtu zakatin. Pastaj nëse flasim për kohën e tashme, në gjuhën arabe thon fi'l mudari, yuqimuna s-salata wa yu'tuna z-zakat, e falin namazin dhe japin zakatin, dhe me thonë vazhdimisht. Nëse flasim për kohën e ardhshme, arabisht thonë fi'l amr, koha urdhërore, aqimu s-salat wa atu z-zakat, falni namazin dhe jepni zakatin. Shiqoni vëllezër, a besoni se Allahu pastaj prej cilësive të atyre që kanë shpëtuar nuk e përmendën zakatin, e përmendën pak më vonë. A e dini cilën cilësi e përmendën Allahu xhelleshanu? Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ne sikur mos e dishim se çka do të vjen pastaj, sikur të na linte Allahu xheleshanu thonë haj mendoni çka vjen, ne do thoshim normal, s'ka dyshim ja Rab. Ti për herë përmendën dhënien e zakatit. Allah thot walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dhe ata të cilët ndaj punëve
fjalëve, gesteve, lëvizjeve të kota, fjalëve të pista, fjalëve që s'kan dobi, janë distancuar prej ative. Dikush thot subhanallahu, Allahu mbas namazit, për kushtimit namazit, cilën e pas ka përmend, walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Fjala laghu në gjuhën arabe është çdo gjë e cila është e kot, qoftë fjalë, qoftë vepër, e kështu me radhë. Nuk ka thonë Allahu elon, nuk ka thonë Allahu walladhina hum anil lagwi yatrukun ose tarikin. A di çka do thonë të elojnë punët e kota, elojnë, do me thonë sikur se me pas në dorë, e shikon, pastaj e le. Jo, thot, mu'ridun, prej largu ato distancon nga fjalët e kota, muhabetet e kota, bisedet e rreme, gibetet, përgojimet, do të thot Allahu këto fare nuk marrin pjesë aty. Do ta tregojmë atë esencën dhe sekretin pse Allahu xhelleshanu këtë cilësi e ka përmend, pastaj thot walladhina hum lizakati fa'ilun. Cilësia tjetër është dhe ato e japin zakatin, por para zakatit, çka e ka përmend. Nëse i shikon ato cilësi tjera të besimtarve, diçka gjitha janë gjigante. Vetëm kjo diçish, nuk them se s'ta mbushën sinin, po të çon me mendu. Po pse Allahu këto e pas ka përmend, e pas ka bot cilësia e ditë, e atyre që janë përkushtuar, do me thonë cilësia e parë, e atyre të cilët janë përkushtuar namaz kushtjenka, ato të cilët i lënë muhabetet e kota. Nuk marrin pjesë në këto muhabete fare. Prandaj Allahu xhaleshanu thot Kur'an, walladhina la yashhaduna az-zur, wa idha marru bil-lagwi marru kirama. Ata të cilët nuk dëshmojnë rreshën asnjëherë, e kur afrohen nga punët e kota, nga muhabetet e kota, nga bisedet e kota, bile kanë thonë dietarët, kjo është cilësia edhe atyre të cilët distancohen edhe nga punët që janë mubah, të lejuara janë, ama s'ka dobi prej atij. Shikoni sa precis që kanë këto, që Allahu i ka përshkruar në Kur'an, me njëherë pas cilësisë së namazit të përkushtuar, që këto edhe punët, i thonë gjuhën arabe kena prej kushteve që është halal, haram, obligim, mekruh, edhe kena mubah. Mubah çka është? Është i vepër që është e lejuar, nuk është e ndaluar. E këto edhe këtire i distancon, se në bas që nuk pas ka dobi, i largohen. Thot, la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama. E kur shohin punë të kota, me xhliset kota, aq precis largohen me nder dhe me dignitet. Fare nuk njollosen nga me xhliset e kota. Që Allahu si i ka përshkruar, ato e ndrojnë rrugën me njerë, që bisedohet muhabetet kota, ato nuk shkojnë të ato ti ndëgjojnë, pasi që e din, që ati s'ka hajr, nuk ka dobi, ato largohen. Edhe tjetra, shqoni Allahu si i përshkruan, wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. E thot Allahu xhelleshanu, kur ndëgjojnë fjalë të kota, punë të kota, biseda të kota, a'radu anhu, me njerë distancon, prese largu. Edhe nëse dikush prej atyre përpiqet me i tërhek në atë mexhlisot, lana a'maluna, nga dal. Ne i kena punët tona, unë kom orarin tim, kom obligimin, i kom parimet e mija unë, ju mbani ato jujet, selamun aleikum, paqja qoftë mbi ju, la nabtaghi al-jahilin, ne nuk gërkojmë rrugë të ju, ne nuk gërkojmë për ju dhe me thonë në ndim, apo diçka tjetër, apo ju me na uzu, selamun aleikum. Imagjino vëllezër, derisa Allahu xhelleshanu edhe xhenetlit, shikoni si i ka përshkruar në Kur'an, ku thot Allahu xhelleshanu, la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Në xhenet thot nuk ka fjalë të kota, biseda të kota, më thonë ka të keshme, ka buzëqeshje, ka hajgare të mira, a lëgu biseda të kota, muhabetet të kota, edhe në xhenet Allahu xhelleshanu na tregon se cilësia e besimtarve, kjo është edhe e xhenetlive, që ato në xhenet dihet se nuk ka muhabetet të kota, nuk ka biseda të kota, por ka çdo gjë që është ëmbëlsirë dhe kënaqësi. Tash vjen përsëri, i thonë arabisht Beitul Qasid. Çka është Beitul Qasid? Ajo strofa e fundit që është me të vërtet për me na kënaq dhe për me na habit prap. Pse Allahu xhelleshanu e lidhi pas cilësisë se atyre të cilët janë përkushtuar në namaz, çka tha, dhe ato që i lojnë muhabetet e kota. A e dini vëllezër çka ka të bëne kjo? Allahu sikur se thot, o ju musliman, nëse doni të jeni shpëtimtar, nëse doni të jeni fitues, nëse doni të jeni të gëzut, botën tjetër, të jeni të lumtur, pastaj
nëse doni në namaz t'jeni të përkushtuar, ju duhet përgatiteni para se me hinë namaz, mos mirën me muhabetet kota jashtë namazit. Se nuk mund t'jeti devotshëm dhe i sinqert në namaz, ai i cili tërkohën bën hajgare tallet, e namaz ti drejtohet Allahut me përkushtim, muhabete janë këto. Nuk arrihet kjo. Ti nuk mundet atë kurbanin tënd, atë që don ta bëjsh pastërm, ta ushqesh brenda një jave, edhe pastaj thë inshallah ka shtu një 5 kg, as edhe 1 kg. Prandaj Allahu xheleshanu na thot, nëse doni të kënaqeni me namaz, t'jeni namaz të përkushtuar, t'i frigoni Allahut xheleshanuhu, ti ju vjen prezent në namaz, lartëmëdhria e Allahut xheleshanu, nëse dëshironi të tregoni frikë, respekt në namaz, të nënshtruar dhe të përkushtuar, mos mendoni thot Allahu se ajo fillon prej ku ta marrësh tekbirin. Ja, nuk starton aty. Allahu çka tha? Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Ti nëse jashtë namazit, nuk je i sinqert, nuk je stabil, flet fjalë të kota, flet fjalë banale, si mund t'i përkushtosh Allahu xheleshanu në namaz? Nuk mundesh, s'mund t'jesh i përkushtuar. E Allahu para zekjatit e përmendi këtë cilësi. Çka tha? Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, mbas namazit walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ata të cilët e braktisin, distancohen, largohen nga laghu, qoftë fjalë kot, qoftë vepër e kot, qoftë bisede kot, qoftë punë që nuk është e pëlqishme, por largohen dhe distancohen edhe me do punë, të cilat për shembull nuk janë të ndaluara, por nuk ka dobi prej atyre veprave. Këto çka bëjnë? Të distancohen prej atyre. E Allahu xheleshanu thot, nëse ju arrini këtë çështje, që t'ju largoni muhabeteve të kota, bisedave të kota, rrenave, mashtrimeve, gibeteve e kështu me radhë, atëherë ju do ta shijoni çka? Do ta shijoni ëmbëlsirën e namazit, do të jeni të përkushtuar në namaz, do të jeni të nënshtruar plotësisht ndaj Allahut subhanahu wa taala. Disa prej dietarëve vëllezër a besoni e kanë bë kusht që namazi të jetë i pranuar vetëm nëse ka khushu. Në namaz kanë thonë nuk ka namaz besimtari vetëm aq sa ka qenë i vetëdijshëm në namaz. Nëse ti brenda farzve kanë zgjat farzët 7 minuta apo 8 minuta, dhe se brenda farzve ti vetëm 5 sekunda apo 10 sekunda ke qenë me Allahun, që aq ki prej namazit tënd. Prandaj çka ka thonë Muhamedi alayhis salam, dikush falën namaz dhe i ka 9-10 të sevapeve, 8 kështu me radhë, derisa me një hadith tjetër thot dikujt namazi i mbështjellet, i rrotullohet, i bëhet top, duq si ajo vepra, si ajo tesha e vjetër, dhe i përplaset te ftira dhe i thot Allahu të humbt ashtu si më humbe mu. Allahu të me thonë çka të roft, ashtu si nuk kishe i kujdesshëm ndaj me. I thot kështu namazi robit të Allahut. Prandaj vëllezër duhet namaz qena me Allahun subhanahu wa taala, por kur fillon ajo fillon jashtë namazit. Me shoqëni, me biseda, gjoja tjera. Prandaj ka thonë të parët, besimtari nuk ka prej namazit vetëm se atë sa ai ka qenë i vetëdijshëm në namaz. Nuk ke qenë me mend këtu, nuk ta çaq kanë ikë prej vlerës së namazit, prej sevapeve të namazit.